Për dëgjues të programit të drejt për drejt, mirëmëngjes Shkodër. Në këtë fillim dita, unë kam nderin që në studion time të kem një ndër emrat e shquar të muzikës, kompozitorin, dirigentin, maestro Zef Çoba. Nadia, mirë Zef, mirë se ke ardhur në studion tonë. Nadia, mirë Merita, dhe më ktheve emocionet e dikurshme që kam nda bashkë me ju po në ti këtë jenë studio. shpinë tënde këtu në radio, sepse ke një kontribut Shumë kujtime. Të paçmuar do të thosha në propagandimin e muzikës, në promovimin e vlerave të saj, madje do të thosha që kudo ku shkon Zef Çoba krijon një shkollë të veten, një shkollë për dëgjuesit, por edhe një shkollë me bashkëpunëtorët, edhe si pedagog në Akademina Universitetin e Arteve. Gjithsesi ky mëngjes na ka mbledhur ndoshta për t'u drejtuar te një aktivitet tepër i veçantë juaj. Në të vërtetë ai është një aktivitet që ka një ecuri 19 vjeçare dhe dëgjuesit që po më ndjekin tashmë e din, bëhet fjalë për shoqatën Miqtë e Muzikës Rozafa Ekspresion. Një aktivitet i bollshëm, tepër cilësor, tepër profesionist, do të thosha ashtu si maestro Zef Çoba ditë të krijoj. Me muzikantin, artistin e mirënjohur Zef Çoba ne mund të flasim për shumë çka, për veprimtarinë e tij në fushën e kompozimit, të drejtimit, të pedagogjisë, të veprimtarive të ndryshme muzikore, por sot e kemi fokusuar tek Rozafa Ekspresion. Zef një veprimtari do thosha që gjithmonë gjallëron. Kohët e fundit keni patur një koncert në hallin e Bashkisë së Shkodrës, por nuk është i fundit sepse shumë shpejt do të keni edhe një koncert tjetër, apo jo? Po Merita, unë falënderoj që më dhe mundësi të bashkë ndajmë në studio Radio Shkodrës një zna që unë e qmoj, me thamë vërtetën edhe me jep dërthërima kështu në shpirë, sepse Shkodra një qytet i kulturës, ka fatin që ka pas një radio që është zëri i qytetit të vetë. Dhe me mundësin të ashti të komunikojmë me publikon tonë të në rumë në lidhje me aktivitetin Rozafës. Ashtu si kur e thëtë dhe ju, Rozafa është ekspresion një shoqat që unë kam kriju në dhjetorin e vitit 1999 dhe kam përsëri kënaqësinë të ndaj edhe me ju, por edhe me ato që na ndjekin. Fillimet i kemi pas këtu në Radio Shkodra, sepse unë atë kohë punoja në Radio Shkodra dhe me lejen e drejtuesve të institucionit atë kohë fillova në zyrën time provat e para, kontaktet e para, takimet e para. Dhe nga aty tash kemi një rrugë 19 vjeçare, vitin e ardhshëm ne kemi 20 vjet aktivitet, është një vit jubilar. Sa po përfundon një aktivitet siç e thatë dhe ju në ambientet e bashkisë dhe po përgatisim një aktivitet tjetër që ta kemi në Valdez, në katedralën e Valdesit ditën e shtunë orën 5:30. Në fakt, ajo çfarë unë vëre, është se aktivitetet ju nuk i prisni që të vinë, po shkoni ju tek aktivitetet. Do me thënë, ju morët pjesë në javën në mbyllje të javës së aktivizmit kundër dhunës gjinore me një koncert mesazh natyrisht, sepse muzika gjithmonë shkon tek zemrat e njerëzve, tek dëgjuesit me parametrat e saj tepër human, por edhe në veprimtari të tjera jeni një formacion aktiv që siç duket jo vetëm që punoni vazhdimisht, por edhe pjesëmarrjet i keni të vazhdueshme. Kjo ju jep natyrisht një tepër impuls për ditët dhe për punën tuaj, apo jo? E disi është ne, kur e filluam aktivitetin, ne filluam në vitet që problematikat ishin shumë të mëdha dhe shumë delikate. Ne jemi një vend që, si kudo në botë, që ka procese zhvillimit, por në atë kohë proceset ishin shumë të ndalikuar te 97, 98, 99, dhe unë ato vite e konsolidova bindjen që të filloj aktivitetin. Ne punojmë sistematikisht, punojmë pa financim. Financimi janë energjitë tona, janë vullnetet tona dhe kontributet tona. Më dhe gjatë rrugës, sigurisht, vinë edhe të tjera mundësi, por kjo është shumë e rëndësishme që ne kemi një vullnet të përbashkët, jam unë organizator, jam unë fajtori i pari tanë kësaj aventure, po i thëmë, dhe pastaj kam edhe pjesëtarët maestro, edhe tjerë që pa marrim në gjuhën e diskutueshëm. thjeshtë, ka i të vërtetë marrim në gjuhën e thjeshtë komunikimit shumë miqësor.
Ajo çka unë jam shumë i kënaqur që ai aktivitet ka dhënë rezultate shumë të mira. Cilat janë disa nga rezultatet? Sparet aty është një baçe, një kopsht ku kultivohen talentet dhe artistët e ri. Pra, këtu është një pikë do të thosha shumë e veçantë e aktivitetit tuaj, sepse në pothuaj 20 vjet ose 19 saktësisht ju keni marrë gjenerata të artistëve, i keni formuar, i keni zhvilluar dhe koncertet tuaja për hir të së vërtetës, jo vetëm që kanë vlerësime, por gjithmonë matën me ato parametrat më të lartë cilësor të interpretimit. Kjo është e veçanta, sepse ju nuk keni krijuar një formacion, por keni krijuar një vazhd, një shkollë, një rritje, një formim dhe kulmet e interpretimit. Është diçka interesante, do të thosha. Po kjo është vlera dhe bile ne arrim deri tek promovimi, sepse nëpërmjet aktivitetit ato që kanë interese të veçanta për muzikën gjejnë një hapësinë që të promovojnë formimin e aftësitë e tyre, si këngëtar, si muzikant që kanë interesa më të gjana, si instrumentist, aty kanë gjetur gjithmonë një hapësirë që të promovohen edhe vetë me ecjen e tyre, ose korist me fjala. Tjetër është me shumë vlerë që ato që bëjnë pjesë të Rozafa Ekspresion, dhe këtë e them në mënyrë të veçantë satisfaksionin që ka prindi për fëmin, aty të rit, se mosha mesatare e grupit është shumë e re, mosha mesatare e grupit mund të jetë rreth 22-23 vjeç, duke përfshirë edhe mua që jam më i moshuar në të gjithë aty ka prind që kanë sjellë fëmijët e vet, prandaj kjo më gëzon shumë sepse është krijuar një familje, mendoj ku një prind është interesuar të sjellë fëmijën e vet, dim ku e bjen. Do të thënë, është krijuar një familje vërtet perfekte në respektin reciprok të pjesëtarëve të grupit. Aty formohet një personalitet i drejtë, jo fals. Të gjithë kemi nevojë që të nhihemi plot. Gjithkush e gjen një mënyrë apo një tjetër për me kriju këtë hapësirë boshe vetit me e mush. Ato që vinë aty e mushin këtë hapësirë boshe me vlera që i lartësojnë si krijesë dhe si njerëz. Arti me ligjet e saj e plotëson njeriu duke e formuar dhe duke e lartësuar si krijesë. Dhe ky është bekimi më i madh që unë ndaj me bashkëqytetarët e mi që janë në Shkodër, me prindë që kanë sjellë fëmijët e vet dhe vet pjesëtarët e ansamblit Rozafa Ekspresion. Pjesëmarrjen në veprimtarinë ndërkombëtare në mënyrë të veçantë i nxjerr nga një mentalitet që shpeshherë është frenues me komplekset e problemeve që kemi ne si qytet ose si vend. Dhe ti jesh në skena ku ti njesh i barabartë ose ndoshta edhe kompetitiv me grupe që vinë nga vende të ndryshme të Europës. Të jep një shans, një mundësi për me pa vetin e të tjera marrëdhënie. Do të thënë nuk frenohesh në aspektin më pozitiv të fjalës të një partneriteti. Po të rritë sot nëse kanë interesa dhe aspirojnë, cila është aspirata atyre, që të njihen të barabartë dhe dinjitoz në marrëdhënie me të tjerët, me bashkëmoshatarët e tyre. Këtë mundësi Rozafa Ekspresioni ja ka dhënë. Ne kemi shkuar në aktivitete të ndryshme përveç rajonit tonë Ballkanit që i kemi të gjitha urat e hapura, kemi shkuar në Kosovë, Maqedoni, Malzi, Serbi, Greqi, gjithë këtë hapësirë kemi lviz, kemi shkuar në vendet perëndimore, po përmendet paktën dy kryesor Austri dhe Italinë që kemi në Itali kemi shkuar disa herë në festivale edhe në Greqi. Personalisht ne jemi kompletuar sepse në këtë marrëdhënie un kam ndërtuar raporte me kolegët e mi dhe ato befasohen sepse e dinë Shqipërinë e problematikave historike, marrëpametjen që ka pas, komplekset e problemeve geopolitike që ne kemi kaluar të shkumen dhe problemet që kalojmë edhe sot sepse tranzicioni ka ai vështirësitë e veta dhe në realitete të tilla kam të nësin të ndajmë bashkë merita këtë satisfaksion. Kjo nuk është vlera ime. Kjo është vlerë e kulturës sonë që na kanë dhënë të parët ne. Ti arti brillant në mënyrë të veçantë muzikës qytetare shkodrane, që është një patent, që është një pasaportë e kulturës sonë. Ne sapo vjen shtatori ishim nga Serbia, shtatori nuk është larg për me tregu këtë ç'a them unë. Ne ishim në një vend që problematikat midis në të shkuar kanë qenë shumë të mëdha dhe vazhdojnë ala me problemet që kalon Kosova. Ose edhe ato mbresa ose ato komplekse që vinë nga e shkuara në një opinion mediokër ndoshta që na rrethon. Në elitë nuk ndodh kjo punë sepse elita di me vlerësu gjërat me objektivitet.
Dhe në këtë vështrim isha shumë i kënaqur që çum një shpirt dhe një pjesë të botës tonë të kulturës sonë qytetare. Ato këngë të bukura lirike, që nuk kanë patetizmin e gjakmarrjes të vrasjes të komplekseve që mund t'i ketë një hapësirë e pazhvillume, rurale. Jo, është kultura dimensionet, vlerat e artit dhe shpirtit tonë qytetar. E fillum programin me Si bylbyrat në pranverë, vazhdu me të tjera pjesë edhe me pala sikur për mu pasa ken kismet. Është pikërisht ndoshta ajo jo vetëm drejtimi i padyshimit i mrekullueshëm profesional, muzikor, artistik, por edhe ato orientime pika duke qenë një njohës i jashtëzakonshëm i kulturës muzikore për të prekur ato pika kulmore që vërtet komunikojnë bukur dhe pikërisht këtu përkthehet më mirë ajo ideja që atë çfarë e bën arti nuk mund ta bëjnë politika ose shumë gjëra, sepse arti gjithmonë muzika i bashkon njerëzit. Beethoven i ka thënë muzika ndez zjarrin e shpirtit të njerëzve dhe pikërisht me punën tuaj ndoshta keni ecur patjetër në këtë rrugë për të komunikuar në një mënyrë të tillë. Është një repertor tepër interesant, i bukur që prek kulminacione, kualitete të veçanta të muzikës, qoftë muzikës sonë, po qoftë edhe muzikës botërore. Unë mahnitem kur ju dëgjoj. Rëndëritë, por vazhdojmë bisedën në lidhje me mresët që patëm nga kjo ngjarje artistike, nga kjo mundësi, unë në deklaratat që thash, atë që bën politika vërtet e bën arti, të që nuk e bën politika bën arti edhe muzika, si gjuhë e shpirtit. Bile një deklarat që zgjoj shumë interes edhe këtu, por edhe atje, sepse atje patëm shumë një intervista nga mediat që në ndoqen dhe kërkun të japim intervista, ishte pikërisht kjo, që muzika me ligjet e saj universale edhe si gjuhë e shpirtit kërë mundësi të një dialogut nërkulturor. Kështu që të gjitha mundësit janë që duke ngrit këtë art dhe këtë kulturë ne të ndërtojmë të shërbejmë ma mirë me thënë një dialogut nërkulturor. Prandaj në këtë vështrim atributin e parë jep atyre gjeneratave të shkuara që na kanë lënë këtë art dhe këtë kulturë, të dimension, e them me plot gojë, të dimension të mentalitetit të mendësisë së psikologjisë qytetare. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në këtë vështrim dhe kish ardhje që shpesh herë edhe qyteti jonë Shkodra, por edhe kultura jonë kombëtare në tërësi, merr zhvillime që nuk janë racionale, nuk janë të logjikshme, nuk janë dhe shpirtërore, sepse sjellin dhunën dhe sjellin problematikën. Domethënë, kur i referohesh vlerave të shpirtërore që paraqet ky art dhe kjo kulturë që na ka ardhur nga shkura, flas për muzikën tonë qytetare, për artin e bukur që kemi pas, nuk ka se si të mendosh që këto njerëz që kanë zgjedhur pikërisht integritetin nëpërmjet një strukture urbane që i afron të tjera mundësisë siç është Shkodra, siç janë qytetet e zhvilluara Tirana këto. Pse nuk kërkojnë të integrohen edhe me këtë dimension vlerash kulturore? Pse sjellin këtë dhunë që mund të jetë një mjedisi që nuk është tipik për psikologjinë qytetare? Para ca kohësh kur unë zakonisht marrë leksione të vonë ditën e hanë nga që shfrytëzoj kohën në Tiranë që të marroj ta shfrytëzoj mirë hapësirën, edhe marrova leksionet e Universitetit e Arteve, koha ishte mirë, thash po bëj 2 hapa tek pjesa sipër të kodrat e liçenit. Edhe më marr pak frymë dhe më shpi sepse qëndoj gjatë në leksione. Aty takova një person që më duk gjithmonë interesant. Edhe tu në Shkodër ka qenë me funksione bile të rëndësishme delikate, drejtori i policisë Bajram Ibraj. Një intelektual, një njeri i shkollës, i dijes, por edhe i profesionit të tij, dhe duke biseduar i thash diçka që i zgjoi interes dhe lidhet edhe me aktivitetin që ne sapo bëjmë, ku nuk kisha drejtën e fjalës, po kisha drejtën e forcës së artit. Dhe tani që më dha të mundësi e zhvillojmë prapë të bisedë. I thash, për mendimin tim, është mëkat të harxhohen mjete për atë çka është e sotme, për shoqërinë e sotme. Ne duhet të gjitha mjetet i harxojmë për të ardhmen. Pra për brezat që vinë, për edukimin atyre që janë e nesërmi aktiv vendi. Dhe në qoftë se ne do të drejtoheshim të gjithë vëmendjen
të mendojmë që me sjelljen tonë, me veprën tonë, japim leksionin atyre që do të jenë nesër, ne do të jemi edhe më të mirë në shpirt, sepse do të mendojmë për atë që nuk është mirë që nesër të përsëritet. Pra nëse gjeneratat e sot, me një fije më të përgjegjshëm, ndaj fëmijëve, ndaj ardhmes, jam i billur që në këtë vështrim ne do të ishim më të bukur në shpirt, do të ishim më të mirë dhe do të ishim më të vëmendshëm, sepse leksioni i parë që jep fëmijës është ai çka blen nga prindi, ai çka blen nga realitetet e sotme. Nëse ne sot kemi dhunën në ekran, është shkolla që merr ai fëmijë, është formimi që merr ai fëmijë. Pra, në këtë vështrim nëse mjetet që janë, të gjitha harxhohen për të nesërmen, po me gjitha resurset e vullneteve tona, jemi bindur që ne do të ishim më të bukur në shpirt. Pra, janë shumë mekanizma që mundet që ta bini një progres të më shpejt shoqërinë tonë. Në këtë vështrim, arti lot një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe i kthejmë përsëri dialogut të bisedës. Përfituesit e parë janë ato që janë pjesëtar të lëvizjes artistike Rozaf Expression, që bajnë pjesë në këtë aksion artistik, në këtë aventurë artistike. Po e them atë aventurë sepse është aventurë, meqense ne kemi shumë sfida. Fakti është që ne punojmë pa financim, por nga ana tjetër është edhe një aventurë që siç që thash të lartëson si krijesë, si njeri. Vjen faza e dytë, që këtë art që ne promovojmë në punën tonë artistike, ja paraqesim të tjerëve, e bashkëndajmë me të tjerët. Dhe arti, siç e thashë pak më përpara, me ligjet e saj, me parfumin e vlerave emocionale dhe estetike, ka impakt tek njerëzit. Dhe për fatin tonë të mirë ne kemi një publik që na njeh. Në fakt, është edhe një vërtet që ne kemi atë publik që nuk ka nevojë për me pas policë në ambientet ku na rrujë, sepse vërtet sepse është një art sa bukur. E keni thënë shumë bukur, sepse shihet në çfarë marrëdhëniesh jeni me artin tuaj. Do të thotë që publiku që nuk është i denj për këtë nuk vjen të mjediset tona. Dhe për këtë me thënë vërtetën bëj një thirrje, e bëjmë thirrje edhe atyre që na ndjekin, që ky arti i tregut është shumë i rrezikshëm, sepse ose më mirë mision nuk ka detyrën që të ndikojë pozitivisht në botën njerëzore, por ka fitimin tek ato që e prodhojnë. Dhe artistë me vlera shumë të mira investojnë aftësitë e tyre nga sipërmarrësit që kanë vetëm një qëllim fitimin. Pra gjithë arti përdoret vetëm me një mënyrë apo një tjetër që me intrigu ato që janë konsumatorë, që kryesisht është rinia, po edhe të tjerët, me intrigu me tana mekanizme, tana format, pa pikë moralit. Vetëm moralit bëhet paraja. Dhe kjo është shumë e keqe. Ndërsa ne në repertorin tonë, në mënyrën tonë paraqitjes, tregojmë një solidaritet vetë këllimin kohër, kultivon ndjenjat e detyrimit reciprok dhe bashkëveprimit. Nuk mund të ndosh bukur në kohë nëse ti nuk tregohesh vëmendshëm me tan ekzigjenca që kërkon arti me të tjerët. Ti në vetëm me dy elementet më të thjeshta se ju jeni muzikante. Nëse ti intonon me të tjerë, do të thotë që vëmendja jote, psiqika jote është për të marrë një notë dhe për të bashkuar përbashkët e para. Nëse ti do këndosh me të tjerë, nuk mund të këndosh mirë nëse nuk ka një ritëm me të tjerë. Do të thotë psiqika e këtij njeriu që merr pjesë në këtë lëvizje artistike është e formuar në mënyrë tillë që nesër si pjesëtar i familjes, pjesëtar i shoqërisë, kudo do të jetë i vëmendshëm që aftësitë e veta ti integroj me të tjerë. Dhe të jetë bashkëveprues. Po mendoni se çfarë progresi do të kishte shoqëria jonë. Kam kënaqësi ta them edhe diçka tjetër që jo gjithkujt mund të jepet rasti ta di, meqense ky është profili, ky është angazhimi, ky është misioni im. Një muzikant i shquar hungares, shumë vite më parë, bëri një reformë për edukimin, për sistemin e edukimit muzikor në shkollat. Dhe pikërisht për këto vlera, ai u bë kryetar i Akademisë së Shkencave, sepse muzika ka një ndikim shumë të fortë në psiqikën e njeriut. Shpesh kemi dëgjuar fjalën ka vesh, s'ka vesh. Vesh sipas shkollës sime, që prej vitesh e aplikoj dhe e kam edhe të provuar, nuk ka vetëm shurdhi ose ai që nuk ka interes. Për çfarë? Çdo njeri që nëpërmjet organit që ka lind për të marrë informacion, që është veshi, ka mundësi për me komuniku me të tjerët. Pra, ne kemi dy instrumente që janë ndihmojnë, tre që janë kryesorët përveç të gjithë tjerëve. Është syni, është veshi, është goja, që janë mjetet e para. Syni për të marrë informacion viziv, veshi për të marrë një informacion auditiv dhe goja për të dhënë një informacion. Pastaj janë të gjitha njësi tjera,
Maestro Zdevçova është një shkollë e veçantë dhe do të thosha që Rozafa Ekspresion është një institucion do ta quaj unë i konsoliduar artistik me misionin e tij, por edhe me një veprimtari të jashtëzakonshme për ato kualitete që ka mbritur dhe jo më kot në shumë veprimtari ku ju merrni pjesë si brenda dhe jashtë vendit, por jashtë vendit që janë takimet e grupeve vokale, korale, shpesh me sa di unë ju kanë lënë në koncertin përmbyllës, që do të thotë kjo është ajka e këtij takimi, për shembull. Nuk është punë e lehtë apo jo? Dhe e ndjerë të vlerësuar. Faleminderit për këtë mundësi që më dhe. Unë do të kisha shumë kënaqësi sigurisht në studio të ishin edhe pjesëtarë që ndoshta një herë tjetër mund t'i ftoni të vetë lëvizjes muzikore, që mos të jenë kryetari, po të jenë përfituesit tjerë që janë anëtarët e grupit. Edhe çambresësh do të japin ato në lidhje me këtë çka më thoni mua. Ne sikur edhe po e trajtojmë bisedën, nuk punojmë me financime, duke mos pas financime dhe duke pas një buxhet ekonomik, personal, familjar të një shqiptari të zakonshëm, nuk arrijmë të marrim pjesë në kompeticione ku ka detyrime. Ne zakonisht ka dy lloj kompeticionesh kryesore, ku organizatori përgatitet që të pres me akomodim dhe fjetje, ushqim me thënë dhe fjetje, dhe ne që marrim pjesë paguajmë shpenzimet e udhëtimit. Një tjetër variant është ku ai që merr pjesë në një festival aplikon dhe merr përsipër të gjitha detyrimet, që do të thotë udhëtim, fjetje dhe ushqim. Bile edhe një pagesë paraprake që mund të jetë rreth 150 ose 200 euro ose ndoshta edhe më shumë për të regjistruar në aplikim, për të marrë pjesë në aplikim. Pra, këto kosto ne nuk e arrijmë. Ne shumë arrijmë vetëm deri te të parat. Dhe në pjesën më të madhe të aktiviteteve që janë afër, që nuk janë shumë larg, që shpenzimet mund shkojnë diku te 600.000 lekë vjetra, 800.000 lekë vjetra, i mbulojmë edhe ne me shpenzimet tona. Ndërsa kur janë kosto shumë të mëdha që kalojnë vlerat e 1.000 euro, kërkojmë ndihmën e donatorëve. Me fjala, udhëtimi që bëjmë në Serbi kushtohet rreth 2 milion lekë vjetra dhe e kishim pamundur ta realizojmë me mundësitë tona. Pra përveç artit që falim, të japim edhe shpenzimet e rrugës. Në rastin konkret, na ndihmoi Ministria e Arsimit, në fakt. Na solli autobus në shpenzimet i mbuloi ajo. Pra ne arrim të marrim pjesë deri tek ky lloj aktivitetit ku ne marrim përsipër shpenzimet e udhëtimit, ndërsa pritësi merr përsipër akomodimet dhe shpenzimet e tjera që mund të ketë. Në këto festivale zakonisht nuk ka çmime, por vlerësimi vjen në shumë drejtime. Vlerësimi i parë vjen nga marrëdhënia që respekti që krijohet kur tjerët menjëherë dëgjojnë se ky timull që vjen nga një provë që bëhet, se janë momente provash, përgatitesh para se me ditët e qëndrimit aty, dëgjojnë në ambientet, zakonisht i bëjnë me për mjedisët të hotelit ku ka salla pritjesh ose ambientet që ne i vënë në dispozicion, por që nuk janë të mirëfillta, dhe aty dëgjojnë koret njëri tjetrit dhe krijohet një opinion. Ato nota akute të unifikuara plotësisht me një timbrik të jashtëzakonshme. Dhe krijohet një opinion. Po krijohet një opinion, vetë gjua muzikore, përzgjedhja e repertorit. Ne sikur e thatë ju, përveç artit të muzikës tonë, kemi edhe repertor të zgjedhur nga gjitha vendet e botës. Dhe krijohet një opinion. Mandej komunikimi me publikun dhe në fund koncerti përfundimtar që bëhet me numra të zgjedhur nga gjithë koret. Për kënaqësinë tonë, mund të them që në shumicën e rasteve ona është lënë vendi që ta mbyllim aktivitetin komplet, do të thënë gjithë në natën përmbyllëse, ose të jemi në zonën më të privilegjuar të atmosferës artistike. Dhe kjo ka qenë sigurisht një kënaqësi vetëm për mua, por për të gjithë anëtarët e grupit. Unë sot fal këtij aktiviteti, këtë e them me shumë modesti dhe me keqardhje që nuk vlerësohet e nuk dihet, unë jam anëtar i Forumit Ballkanik Lëvizjes Korale, pra nga Shqipëria. Unë sot në Shkodër si kam sjell një titull që është nder jo për mua, por për qytetin. Antar i Forumit Ballkanik Lëvizjes Korale. Unë nuk e di çfarë do të bëhet një institucion që ka detyrë për me inkuraju vlerat, në qoftë se unë sot i kam sjell këtë mundësi qytetit tim. Ne zhvillojmë një dialog sistematik ndërmjet pjesëtarëve të këtij formacioni, kësaj strukture që vitin e ardhshëm
edhe Forumi Ballkanik ka 20 vjetorin e krijimit të tij. Unë që tani jam i ftuar për me marr pjesë në një takim që do të bëhet në Tetov në këtë kuadër. Do të isha shumë i kënaqur me se takimi bëhet qershor, t'i ftoja unë në Shkodër forumin, edhe ose nga Shkodra të shkonim në Tetov, me kënë se edhe ne kemi 20 vjetorin e shoqatës. Unë nuk e di nëse do të kem shtetin e dikujt që ky forum që bëhet rreth 6 deri 10 vjet maksimumi të krijohet mundësia e do të ishte edhe akomodimit. në nderin, do të ishte edhe në nderin e Shkodrës. Është ngjarje për vërtet për Shqipërinë që të thuhet se Forumi Ballkanik u mlodh në Shkodër. Dhe unë këtë mundësi e kam. Vetëm çka kërkoj mbështetje për problematikat, pa fut asnjë xhep për gjitha vlerat, vetëm me sjell një vlerë Shqipërisë dhe Shkodrës. Pra, kjo është ajo që ka ardhur nga gjithë aktiviteti që kemi bërë. Kemi gëzuar respektin e të gjithëve. Unë vetë kam qenë në takimet të ndryshme dhe jam i ftuar në takimet të ndryshme që banë në shtetet pjesëmarrëse, ku bën pjesë Turqia, ku bën pjesë Bullgaria, bën pjesë Serbia, gjithë rajoni Maqedonia, gjithë rajoni jon, po. Dhe edhe aty ka shpeshherë problematikat që shfaqen sipas natyrës që komplekseve, problematikave që rajoni është impleksur. Por, ju a them sinqerisht, unë kam hyrë ashtu si në jetën e përditshme me vullnete integruese, me dinjitet, me kompetencë. Bile shumë njerëz më thanë kur po përgatiteshim për më shku në Serbi, po mirë, ti as ke frikë që shkon në Serbi që autori këngës Xhamadhanin via se problematikat që i ke sjell me këtë himn. Për të masivitetin absolut që ka arrit të ketë, i thash sinqerisht jo. Pse? Sepse bashkë me poetin Alfred Çapaliku kemi punuar me shumë kujdes edhe duke lënë mirën variantet që interpretohet sepse ndoshta secili i shton nga një. Ka prek diçka në variantin që ne kemi thënë. Ne nuk themi ku fillon dhe ku mbaron Shqipëria. Ne themi në çdo gjurmë të etnosit të lutem shumë jepi të drejtë sepse ndryshe kemi nuse. Dhe në këtë vështim nëse ka një shkencë të dijes nëpërmjet artit dhe kulturës që është përveç se kënaqësi, është edhe një mundësi e madhe studimore, sepse ti përcakton kontur dhe konflikte një populli, një vendi, pra në këtë vështim arti na jep këtë akses të këtë mundësi. Secili që po na ndjek e dëgjon, e shikon, e ndjen që kjo është një rrugë që lëvrin, një rrugë që ka marrëdhënie të shumta me publikun, me formacione të tjera artistike, natyrisht me njerëz që janë dashamirës për të ndërhyrë në mënyrë pozitive me anë të përkrahjes së artit. Natyrisht ka të bëj edhe me këto njerëz që unë do të quaja formzohen, vinë herët në një moshë të re, madje në gjatë kësaj bisede nuk mund t'i prekim ndoshta, sepse kjo është një punë e jashtëzakonshme. Shoqata miqt e muzikës Rozafa Ekspresion ka 4 sektor. Ne folëm vetëm për formacionin vokal Rozafa Ekspresion, por është sektori në lulishten e këngës shkodrane, loja notave muzikore për fëmijët dhe miqtë e muzikës. Pra janë 4 sektor që punojnë pareshur në dirigjimin e patolerueshëm të muzikantit të madh Zef Çoba. Edhe nëse do të ndaleshim në të 4 këto sektor patjetër që ka rrugtimin e tyre, ecurinë e tyre, por të gjitha formzojnë këtë artistë të rinj, të cilët nuk e di sa është numri i atyre, ju ndoshta nuk e keni bërë rezumen shifrave të artistëve që kanë marrë dhe marrin pjesë vazhdueshëm, sepse grupi rigjenerohet, apo jo, të tjerë kanë qenë para 20 vjetësh, 19 vjetësh, dhe të tjerë të rinj janë tashmë, ata kanë krijuar këtë shkollë, janë formzuar këtu. Do them diçka për këto artistë, të cilët shpeshherë ju i keni edhe solistë, apo jo? Faleminderit që evidentuat edhe te 4 seksionet të shoqatës. Për kënaqësinë tonë merita, unë jam gati për me formu edhe të tjerë seksione, sepse vërtet pjekuria nuk mungon, mundësit nuk mungon, sepse Shkodra ka shumë mundësi potenciale artistike flas, por janë të gjitha këto me shumë vështirësi. 4 seksionet kanë një komunikim ndërmjet njëri tjetrit. Ai që
është më i komplektuar është kori, sepse aty është synimi që vlerat tona artistike ti paraqisin nëpërmjet një strukture muzikore që ka një histori jashtëzakonisht të madhe, botërore, kolosale. Historia e korit fillon shumë herët. Këndimi koral është që në antikitetin e lashtë, roli që ka luajtur, që grekët e lashtë që mendonin muzikën si një mjet shumë të rëndësishëm edukimit, e deri tek kohët moderne, por edhe në vendin tonë kemi pas të tradita, në mënyrë të veçantë Shkodra. Pastaj unë krijova seksionin loja e nota muzikore. Dhe kjo ide më ka lindë ato vite kur ne ishim bashkë në Radio Shkodra dhe kena nda këtë kujtime, që si kujtohet në 97-98 ishte një terror psiqik për ne. Edhe unë e zgjidha që atë periudhë që as turp në piano nuk mund t'i vishe, ti kaloj me librat. Dhe së ndalon të kushim atë dhampën e emergjencës në të breshërisë të hish, predhash që fluturori krisma që ishin e që edhe në hapësirën tonë, të hapëshja libra të shikoja me dhampën e emergjencës në tavolinë se si punën bota për edukimin muzikor. Dhe përpilova një metodë 4 vjeçare e cila ka dhënë rezultate shumë të mira. Prej kësaj shkolle, për them kështu në rrethojza, kanë dalë shumë fëmijë që kanë ndjek edhe studimet e mirëfillta për muzikë në shkollën e muzikës edhe për tej. Akademinë e Arteve. Akademinë e Arte kanë dalë direkt nga kjo llom edhe në shkollat e larta, sepse përgatitja në gjithë e gjerë nuk i ka mungu. Por mi të gjitha kanë dalë shumë qytetarë që nuk kanë vazhduar studimet për muzikë, por janë kënd lirë me frekuentuar vizitë artistike ku të kenë dëshirë vetë. Qoftë Rozdafa Ekspresion, qoftë në kori Prangakova, qoftë në një kor tjetër që mund të jetë në institucionet kultit, krejt lirë. Të gjithë ato që punojnë me mua dinë që te unë nuk dëgjen as insistimin për diçka që nuk e ka dëshirë së të natyrshme, as manipulimin. Te unë gjej njeriun që i hap një dimension dhe ka dëshirë, s'ka dëshirë bashkëpunimit. Pra, ky kurs, loja nota muzikore, kanë nxjerrë shumë artistë të cilët janë shumë të njohur dhe kam të nësi që këto vlera i kanë afirmuar dhe në lëvizjet artistike kombëtare që ata kanë marrë pjesë, siç janë këto festivalet që bëhen me prezantimin e artistëve të ri interpretues, kompeticionet më të mira që kemi. Tjetër, seksioni në lulishten e këngës shkodrane. Më ka zgjuar interes shumë kohë më përpara, unë bëra një kurs për edukimin e këngëtarëve të ri se si duhet ta këndojnë këngën popullore. Dhe para përforcimin e binjes për stilin e interpretimit të këngës qytetare, e kam nga vite që punova këtu në Radio Shkodër, nëse të kujtohet, një herë më lind ideja të bëj një emision me titull Timo i Shkodra jonë, ku ishte ndërtuar me 3 rubrika. Rubrika e parë ishte pak histori. Ne jetojmë në Shkodër, por nuk e njohim mirë kush është Shkodra jonë. Dhe kam kënaqësi prapë ta ndaj bashkë kur u ktheva nga Peshkupia, puna e parë që kam bërë, u emërova në Shtëpinë e Kulturës pak me detyrë. Kam shkuar në muzeum ta njoh Shkodrën sa më thellë e sa më mirë. Jo vetëm nëpërmjet artit që ka, por edhe nëpërmjet historisë. Dhe kam gjetur shumë dokumente interesante që më kanë pasuruar edhe mua më tepër si qytetar. Dhe ne që jetojmë në këtë qytet të ri dhe të vjetër, të atyre që kanë jetuar historikisht ose të ardhur, kemi nevojë ta mësojmë dimensionin e historisë të këtij qyteti, jo vetëm nga 4 muajt e shtëpisë time, si ma tregon gjyshja apo baba, po nana, po ta shoh edhe me studius, me vështrimin e studiusit. Një vështrim më të gjatë. Aty un kam pas mundësi të fitoj ato vlera të cilat kam kultivuar dhe vazhdoj të kultivoj në veten time që jam qytetari i të gjitha shtëpive, i të gjithë lagjeve të Shkodrës. Edhe kjo më ka dhënë mundësi që të thellohem. Për këtë më lind ideja të hapi rubrikën e parë të njohim pak histori. Rubrika e dytë ka qenë dedikuar ANG-ve të vjetër. Dhe rubrika e tretë ka qenë një këngë në 3 interpretime të ndryshme. Për fatin tonë, të këngët e bukura popullore shkodrane kanë pafundësisht interpretime. Dhe kjo rubrika e fundit nuk ishte për me vënë në garë, sepse ato gjithë ishin yje, por për sjell të veçanta që kishte sjell secili prej tyre nga mënyra se si kishte interpretuar. Dhe në këtë vështrim unë e thellova bindjen që kjo muzikë ka që bukur, përveç dukurive tjera ka dhe stilin e interpretimit. Dhe modeli më i përkryer ka qenë Maria Kraja. Pse Maria Kraja? Sepse Maria Kraja ishte një zër lirik që në vend që dedikohet me artin e saj ku erdhi nga shkolla, nga Gracia e Austrisë, mendojmë vitet 30 kur ka në Shqipëri, të lehtë muzikën, sepse arti operistik ishte arti i vlerave solistike dhe zërit lirik, ishte kryesisht në atë repertor,
ajo fut dhe studioi muzikën tonë popullore. Studioi stilin e interpretimit nga ANG, po përdorin fjalën e rëndom, por edhe perfekte. Duke e ngritur në art. Dhe e interpretoi me gjitha mjeshtrit e saj që kishte mësuar në shkollë. Solli një stil brillant të kulturës tonë qytetare në interpretimet e saj. Pra, duke u nis nga kjo, unë organizova një kurs për këtë punë. Dhe ftova profesor Frejt Balën, që është një njohës i studios i mirë, të ndjej Sali Bali që ka shkruajtur shumë kujtime, këngëtar tim i njohur shkodran duke filluar nga Shqyqera Lushi, Biknoja që nuk jeton, deri tek Matrit, edhe tek Bujar Çamili që me kaq pasion e kënon muzikën. Dhe në fund i kërkova profesor Frejtit një leje që një prej butimeve të tija që ka në listin e këngës shkodane ta përdori dhe si titull seksionit në listin e këngës shkodane. Ky seksion në listën e këngës shkodane ka dhënë mundësi që të drejtojmë edhe më shumë vëmendje ndaj muzikës sonë qytetare dhe këtë ta paraqesim edhe në aktivitetet që zhvillojmë. Një tjetër seksion është seksioni i miqve të muzikës. Seksioni më i gjanë është ky seksioni i miqve të muzikës. Për ne gjithëpërfshirës. Është gjithëpërfshirës, aty është konsumatori. Është konsumatori që vjen edhe bëhet mbështetës, bëhet partner në aktivitetet tona. Kur ne bëjmë shfaqje, sukses është kur kemi një trup të mirë, të përgatitur mirë, por sukses është edhe kur ke një publik të mirë. Dhe për fatin tonë Shkodra na jep këtë satisfaksion. Bile kujtoj gjatë viteve që unë kam punuar drejtues muzike të shtëpisë kulturës, satisfaksioni më i madh që kam ne si muzikant dhe si qytetar ka qenë kur unë organizova një cikël disa vjeçar, në fakt, aktivitetesh për muzikën e kultivuar profesionale, por në muzikën e Llomës, në hollin e vjetër të shtëpisë kulturës. Dhe të gjithë iknin nga Shkodra me kujtim të jashtëzakonshëm, sepse publiku i Shkodrës din me vlerësu artistin dhe artin. Padyshim. Janë mbresat jashtëzakonshme, por edhe nuk e di, maestro Zef Çoba është një minjer e vërtet e vlerave, e pikësynimeve të mbërritura artistike dhe destinacioneve gjithmonë më të larta të artit të tij, të formacioneve që ai drejton, të gjithë aktivitetit që ai ka ditë pas dite përpara dhe pulson natyrisht me shumë entuziazëm, do të thosha, por edhe me një vrull shumë të ri. Kjo ju bën Zef që jo vetëm të jeni të suksesshëm, por të përçoni gjithmonë vlera shumë të mëdha të artit muzikor. Biseda natyrisht mund të vazhdoj shumë gjatë, por sot unë do t'ju falenderoj shumë. Prekëm vetëm një anë të aktivitetit tuaj, ndoshta në një të ardhme do të duhet të rrim shumë më gjatë për shumë veprimtari, por Rozafa Ekspresion është një formacion koral që flas për korin tani, që vërtet jo vetëm që ka duar trokitje, por ka një vlerësim shumë profesional tek ata që e dëgjojnë, tek mjeshtrit e muzikës, por edhe në artin që shpërndan është tepër cilësor. Zef, të falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Uroj ju shëndet e jetë, aktivitet të bollshëm dhe kaq të bukur e cilësor, edhe kolegëve tuaj, tashmë po i quaj kështu, një bashkëpunim gjithmonë të frutshëm dhe të suksesshëm. Merita, unë një falenderoj që më dha mundësi, s'paret e them sinqerisht që t'jemi bashkë përsëri dikur në studio dhe pastaj të komunikojmë me publikun e mrekullueshëm qytetit tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë.